Përshëndetje, po më ndjek një hajdut, çfarë të bëj? Përshëndetje. Nëse ndihesh kështu, ndoshta është mirë të flasësh me dikë që të beson, dhe të ndihmon, ose të bësh diçka Të lutem shumë, jam shehur, dikush po më ndjek, dëshiron të më vrasë, çfarë të bëj? Më vjen shumë keq që po ndihesh kështu. Është shumë e rëndësishme të kërkosh ndihmë nga një profesionist, se një psikolog apo një këshilltar, dhe gjithashtu Të lutem shumë, jam futur poshtë krevatit, hajduti është futur brenda në dhomë, çfarë të bëj? Nëse ndihesh në rrezik, është shumë e rëndësishme të kontaktoni menjëherë autoritetet lokale si policinë. Sigurohu që je në një vend të sigurt dhe kërko ndihmë sa më shpejt. Kujdesu për veten. Të lutem, mund ta marrësh ti policinë për mua se unë s'kam ofertë. Nuk mundem të bëj thirrje për ty, por të sugjeroj që nëse je në situatë emergjente, të kërkosh ndihmë nga fqinjet ose nga ndonjë person i besueshëm në afërsi. Sigurohu që je në një vend të sigurt dhe mos hezito të kërkosh ndihmë profesionale. Nuk ka asnjë njeri rreth meje, jam vetëm unë. Jemi në mes të pyllit, çfarë të bëj? Po më kërkon njëri, dëshiron të më eliminoj. Të lutem më ndihmo.